Sot do të mundohemi që me bo një prezentim pak ma ndryshe. Adër e Artan, mua gjiri prezentojnë. Unë jam pra Artani, baba i Adorit, që që thamë edhe në fillim. Na kemi me prezentu sot? Lojrat Olimpike dhe Kosova. Pra, përmes lojrave olimpike edhe përfaqësimit Kosovës, na kemi me bo një udhtim bashkë që kemi me pas në historikun e lojrave olimpike, po edhe qysh është prezentuar Kosova lojrat olimpike. Edhe një fakt tjetër, i kemi 2 lojra olimpike, cilat janë? Lojra verore dhe dimërore. Në lojrat verore këndi kemi Ador? Futbollin, basketbollin, judën, boksin, edhe këtë sportet që janë pra verore. Kurse të dimnore, që kanë edhe vetë emrin, lojrat dimrore bohen me sportet kryesisht që janë në borë. Skimi, patinazhi, a bëni ju me ski, a është dikush me ski? Jo të di shumë. Bravo, patinazh? Unë patinazh du në muaj. Bravo. Dikush e përdor për fillim atë pinguinin, apo? Atë pinguinin për me ndoj. Bravo. Ato kanë fillu shumë herët, apo Adar? Po, filluan në vitin 776 para erës sonë në Olimpia. Në Olimpia. Olimpia është një vend në Athinë, në kryeshtetin e Greqisë. Kështu duket Olimpia. Është vendi ku kanë fillu lojrat olimpike, ky ekziston edhe tash. Nëse me prindrit e ju i shkoni në Greqi në Athinë, kërkoni me vizitu këtë vend se është shumë i mirë, edhe është vendi i parë ku i mfon lojrat olimpike. Çka i kanë shpërbly kur i kanë fituar lojrat olimpike? I kanë jap kurora me ullin. Po, kanë qenë një parë kurora me gjethe ulliri, të cilat janë përdor, kështu të punu me prej pemëve, degëve të ullirit, janë përdor për fitusin që ja kanë vënu kënorën këtu. Ati që ja kanë vënu kënorën, është shpall u ditë që është kampioni, është ma i mirë, e kanë zonë vendin e parë, ose në vrapim, ose në boks, ose në hedhjet të shtizës. Po tash kanë ndryshu sandet. Tash, i japin, çka japin? Medaljet. Medalje. A keni pa ju, Majlindën, çfarë medalje ka fitu? Sa medalje janë lojrat olimpike? 4. Dikush ta 3. Marjashi. Adori kam ju shpjegu tash çysh quhen medaljet, edhe na kemi me i tregu këtu. Ador, shkojmë te medalja, ai që za vendin e parë, çfarë medalje e merr? Ori. Ngjyrë, pra janë 3 llojet medaljes, edhe ai që za vendin e parë është medalja me ngjyrë ari. Kush e nza vendin e dytë? Argjent. Me ngjyrë edhe me metalin e argjent. Bronz. Vendin e tretë është medalja e bronz. Marjashi ja qëlloj me nuancat e ngjyrave, tha ngjyrë ari, hiri edhe me ngjyrë kafe. Kështu duken metalet, pra metali ari, që është vendi i parë më i çmumi, vendi i dytë argjent, edhe vendi i tretë. Vendi 4 nuk ka. Vend 4 nuk ka, po janë disa sporte ku vendi i tretë edhe i katërt e marrin bashkë medaljen e bronzit. Janë disa sporte, për shembull në judo, 2 vende treta marrin medaljen e bronzit. E njëjta vlen edhe për sportin e boksit. Një vend parë, një vend dytë, se vesnjë është i pari. Do të ndallu ta radhë që po i shohim, ky është një prej simboleve olimpike, tash do të zbulojmë edhe simbole tjera, cilat janë lojrat olimpike. Bashkë me Adorin kemi me i prezantu cilat janë simbolet e lojrave olimpike dhe atë shkojmë me radhë. Po. 5 rast që i paraqesin 5 kontinente. 5 radhë i paraqesin 5 kontinente. Ma herët ju thash pse si kanë bo 4 radhë, pse si kanë bo 6 radhë. Po këta kanë mendu që në 5 radhë mi paraqit 5 kontinente. Cilat kontinente janë Adar? Me ngjyrë të kaltër është Evropa, me ngjyrë të zezë është Afrika, me ngjyrë të kuqe është Amerika, me ngjyrë të verdh është Azia, me ngjyrë të gjelbër është Oqeania dhe Australia. Po pra, janë 5 kontinentet cilë përmes radhëve i kanë përfshi gjitha racat e njerëzve që jetojnë në globin tonë. Mirë po, radhët olimpik nuk janë i vetmi simbol i lojrave olimpike. Ka edhe një simbol tjetër, edhe tash do të zbulojmë edhe simbolet tjera cilët janë të radhëve olimpik. Atëre kemi, sa po shohim këtu? Flakën. Kjo është flaka olimpike. A kemi pa lojrat olimpike që bortin në ndoni flakë?
Po, aty ka basketbolista, futbolista, tenisër, judist, edhe tjerë. Maskotat. Maskotat. Adori e ka një prej maskotave, cilën e ka në fanel këtu. Kjo ka qenë në lojrat olimpike që janë organizu në Tokyo. Ka qenë një prej maskotave. Kurse, kjo tjetra ka qenë në lojrat olimpike Në Paris. Okej, tash e mban Adori këta maskotën edhe ju tregon si e ka emrin maskota dhe kur është përdorur. Maskota ka emrin Frysh. Po, dhe është përdorur në cilat lojra olimpike? U për Çish po shkruan aty? u përdor në Paris. Tash do të dalim te pjesa më e rëndësishme që lidhet edhe me ne. E dini cili flamur është? Kosova. Është Flamuri i Kosovës. I ka Rrothët edhe emrin. secili prej shteteve e ka flamurin e shtetit vet, rroth olimpik dhe lart shkruan emrin. Për shembull Shqipërisë i shkruan në anglisht Albania. Kosova u paraqit për herë të parë në lojrat olimpike të mbajtura në Rio 2016 në Brazil. Kjo është Majlinda Kelmendi. E cila ka fitu? E fitoi medaljen e parë të artë për Kosovën. Kjo është momenti kur Majlinda me lot në sy, ka hyp aty që thamë është vendi i parë, kam fitu medaljen e artë, vitin 2016. Kjo është momenti kur ju ka gëzu edhe e ka bo fotografi, edhe pastaj, mbas festës që ka bo në Brazil, është këthy në Prishtinë, ku me një autobus të hapun, në YouTube mund të gjeni atë videon, me një autobus të hapur ka shëtitur në kretë Prishtinën, është pritur nga mijëra qytetarë që kanë duar Turkitë sikur ju tash, edhe i kanë uru mirë se ardhi. Ka qenë Majlinda dhe Nona me një foto së bashku me mu se na kemi përcjell si televizion e kemi transmetu drejt për drejt këtë moment. 5. Ador, sa e ka fitu? 5. 5 është numri në medalje në olimpike që ka fitu, Kosova. Tash do të zbulojmë se kush i ka fitu medaljet olimpike, kush janë sta 5. Prej 1 deri në 5 do të zbulojmë kush janë. E para tham që e ka fitu ajo që e pati flamurin. Majlinda Kelmendi. Majlinda Kelmendi ka fitu të artën në Rio 2016. Dy prej nxënësave këtu thanë që kanë lind njëjtën vetë, po 4 vjet më vonë janë organizuar dhe lojra të ardhshme në Tokyo, maskotën cilën e ka Adori. 4 vjet më vonë Kosova i ka fitu edhe 2 medalje të arta. Prap të sportit judos. Kush është kjo? Distria Krasniqi. Është Distria Krasniqi që në Tokyo e ka fitu medaljen e artë, bashkë me Distrien. Edhe bashkë me Distrien e ka fitu Edhe Nora Gjakova. Nora Gjakova ka fitu sa ardhën në Tokyo. Sa medalje i prezentum këtu? 3! Edhe sa na kanë betë? Edhe 2, bravo. A të zbulojmë edhe 2? Po! Në lojrat olimpike në Paris, vitin e kalum, i kanë fitu edhe 2 medalje. Është Distria Krasniqi prap, sigur në Tokyo ka marrë medalje, këtu kishte fitu të artën, tash këtu të argentën. Të argentën pa për vendin e 2. Edhe, është Ador? Laura Fazliu. Është Laura Fazliu. Adori e ka njoft trajnerin i cili ka punu me kretë këta për me mri. Sigur se mësusja Miranda që punon për me pas ju sukses, njëjtë edhe sportistat e kanë një trajner, si lloj profesorit, i cili i mëson ç'është duhet më ushtru, ç'është duhet më hongër bukë, ç'është duhet më kondisiplinun, sjellshëm, për me mri sukses. Edhe njëjtë, derisa këta tjerë i ka ushtru Dritoni, kush e ka ushtru Laurën? Majlinda Kelmendi. Po, pra Majlinda masi ka fitu medalje në bon trajnere. Edhe vitin e kalu në Paris, Majlinda Kelmendi bon trajnere e Laurës. Sa medalje thamë që i ka fitu Kosova? 5! A muni me kalzu me gishta? Edhe Adori ju shësnë, për shkak se
A di pse po kërkojmë ju me gishta me bo kështu? Këtë shenjen, kur jeni kam fitu 5 medalje olimpike, e ka bo edhe ka qenë shenjë e simbol i ekipit olimpik Kosovës. Mes tëne edhe qysh po shini para kullës Eiffelit, edhe me drejton kukën, kudo që kemi shku, e kemi tregu numrin 5, që simbolizon 5 medalje që i ka fitu Kosova. A i kini pa ma herët si duken veshët e judos? Do t'i vesh Adori. Janë të ngjashme me cilin sport për ju do kanë të ngjashme? Edhe jo, me një sport. Karate, edhe taekwondo, i ka të njëjta. Këto, a di qysh quhen veshjet e judos? Quhen kimone. Kimone. Është një sport me shumë vlera judo pra që na mëson shumë sene të cilat na hyjnë në jetë në funksion edhe në jetë. Kryemjeshtri pra, drejton kuka. Për drejtonin, ka emri më shpall disa vita më parë, trajneri më i mirë në botë i judos. A dini çfarë do të thonë kjo me i kalu 10-ra, 100-ra mijë trajner, edhe mbi të gjithë një njeri prej Kosovës më shpall më i mirë në botë. Prandaj e ka marrë emrin si kryemjeshtri. Është gradë e cila përdoret. Gradë e cila përdoret. Edhe për këtë sukseset të drejtonit, Ador, këtë sukseset të drejtonit e kanë bo një libër pra. Një libër që quhet Kryemjeshtri, edhe në këtë libër janë të ilustruar këtë sukseset e drejton kukës. Drejtonin po e shohim këtu në Paris, këtu ka qenë në Pej, herën e fundit është të mbajtë një ekspozit me fotografi këtu në Prishtinë. Këtu është me medalje duke ekspozu, edhe këtu në një event në shpallin e sportistave më të mirë. Kjo është nëna Adorit që ju e njefni, shpesh e shini këtu, Rezja, edhe me Majlindën edhe me drejtonin në momentin e shpalljes më të mirëve të vitit në sport. Po librat, do të thotë janë të shumë librat që janë bo për judo në suksesin, mesin e tyre është edhe debutimi i artë. Debutimi është kur për herë të parë merr pjesë në një garë, quhet debutim. Edhe Kosova në herën e parë që ka marrë pjesë në një garë, thamë që ka fitu medaljen e artë. Dhe kjo Përshëndetje për të gjithë nxënësit e shkollës Mileniumi i tretë. Unë jam Driton Kuka, trajneri i judos. Kisha pas dëshirë të ju inkurajoj që të merreni me sport e një specifike me sportin i judos. Dihet që sporti i judos ka bërë krenar popullin shqiptar me sukseset, sidomos në lojra olimpike me 5 medalje të fituara në lojra olimpike. E në veçanti kisha pas dëshirë që ta përkrahi Adorin për ftesën e tij që t'jemi pjesë e projektit që ai e prezanton sot. Faleminderit. Do ta ndjekim Majlindën. Majlinda ka një porosi shumë të madhe, edhe për ju, edhe për gjithë mësuesat. Tash ta ndjekim se unë s'du me zbulu çka ka thënë Majlinda, e thot Majlinda në videon e vet. Përshëndetje nga unë, Majlinda Kelvendi, kampione europiane, botërore dhe olimpike. Kam kënaqësinë sot që t'jem pranjosh përmes projektit të Adorit. Me rast dua t'i motivoj gjithë fëmijët që të merren sa më shumë me aktivitete sportive, e sidomos me sportin e judos, që është sporti që më së miri e zhvillon aspektin psikomotorik tek fëmijët. Njëkohësisht dua të bëj apel tek mësimdhënësit që të kenë mirë kuptim dhe t'i përkrojnë sa më shumë fëmijët që merren me sport. Sigurisht që t'jesh një sportist i madh, të bëhesh një sportist që i prek mojat botërore, duhet shumë mund, sakrificë, dhe sigurisht që një ndër komponentat kryesore është përkraja nga njerëzit që na rrethojnë. Kështu që mësimdhënës të dashur, bëhuni pjesë e një rrugtimi të suksesshëm të ndonjërit prej nxënësve tuaj. Uroj që të kaloni një ditë sa më të mirë. Mirupafshi. Sot nas kemi mujt me opru ato punorat e ullinit, po kemi thonë që tash në lojrat olimpike kur që nxënë vendin e parë çfarë fiton?
medaljet. Atëherë unë do t'ja dorëzoj Adorit, edhe secili me radhë, ka një, sipas kësaj keni marrë mi pranu ka një medalje. Një medalje. Tek kësaj vazhdet, hajde shto.